Por kompozitori që unë kam patur në atë kohë që i ndjeri sot nuk është në jetë Nonda Kajno, më ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme në atë kohë, ishte ai që më nxiste në çdo hap të karrierës në ato vite. Bëm dhe albumin ton të parë që quhet Qyteti i ëndrave, dhe ai mi bënte gjitha gjërat gati, orkestrimet në Tiranë, bashkëpunimi me gjithë emrat e muzikës shqiptare, zgjidhte me këtë bashkëpunonte, se po t'ishte për mua, unë në femër nuk mund të ta bëja këtë gjë, por ai më ka ndihmuar jashtë mase dhe unë e vlerësoj dhe e falenderoj edhe atje ku është sot me angjëjt për gjithë atë që ka bërë për mua, edhe pse unë mërzitesha, se vajza e re, thosha, ky një avas, më mërziti, kursa i punoj me shpirt, të më thënë, ndoqi atë vokalin tim, ai e dinte se çfarë jepja unë, sepse nga njerë ne nuk e dim se kush jemi. Ma sillte fugonin poshtë derës të shtëpisë, mira, hajde se kam zënë dhe vendi përpara, se di që të zë makina, të më thënë është kujdesur tamam si një prind për mua.